Në kohët moderne, kur tregu i punës është gjithnjë me dinamik dhe i larmishëm, zgjedhja një drejtimi të duhur në arsim dhe karrierë nuk është as pak e lehtë. Të rinjt shpesh përballen me pasiguri, mungesë informacioni dhe ndikime të ndryshme nga familja, shoqëria apo rrethanat ekonomike. Pikërisht, hyn në lojë këshillimi i karrierës, i cili shërben si udhërrëfyes i rëndësishëm për marrjen e vendimeve të qëndrueshme dhe të mençura. Së pari, këshillimi i karrierës ndihmon individët të njohin aftësinë, interesat dhe talentet e tyre. Një i ri që nuk e njeh mirë veten mund të zgjedhë një deg studimi vetëm për mod ose për presionin e të tjerëve, por më vonë mund të përballet me zhgënjim dhe mungesë motivimi. Përmes këshillimit profesional, ai fiton qartësi mbi potencialin personal dhe mënyrat si mund ta zhvillojë atë. Gjithashtu, këshillimi i karrierës u jep të rinjve informacion të saktë mbi tregun e punës. Profesionet që janë të kërkuara sot mund të mos jenë të njëjtat nesër. Një vendim i matur kërkon njohjen e mundësive reale për punësim dhe përshtatjen e tyre me interesat individuale. Këshilluesit ofrojnë të dhëna, analiza dhe parashikime që e bëjnë këtë proces më të lehtë dhe më të qëndrueshëm. Një person që punon në fushën që e do dhe i përshtatet aftësive të tij, është i motivuar, më i përkushtuar dhe më i suksesshëm. Kjo nuk ka përfitime vetëm për individin, por edhe për shoqërinë, sepse krijon profesionistë të aftë dhe të lumtur që japin kontribut të vlefshëm. Investimi në këshillimin e karrierës është investim në të ardhmen e brezave të rinj dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Kalimi pak te këshillimi i karrierës, një bisedë që nuk bëhet shumë shpesh, në fakt edhe në studio televizive, megjithëse gjithmonë thuhet gjeje atë burimin tënd të brendshëm se kudo, çfarë do ti që të ndjekësh, por nuk është gjithmonë e tillë. Madje edhe nga eksperjenca ime personale, dikush më këshilloi për një karrierë tjetër dhe përfundova totalisht në një karrierë tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme edhe këshillimi i karrierës që të vi nga persona të duhur. Xhafer Rakipllari, këshillues karriere, kënaqësi që të kam, Elena Rista, studente, mirë se vjen, Darwin Dreu, student dhe Gevio Tabaku, drejtues i portalit studentor. Kënaqësi, mirë se vini. Tani unë thash që është shumë e rëndësishme të kesh një këshillues karriere. Po, e din që të gjithë këtë? Është ky një fakt i ditur që si që sollet dhe ju me shembull personal, mund t'jap dhe unë timin apo edhe të ftuarit e tjerë këtu. Është shumë e rëndësishme të kesh një këshillues karriere dhe ne mosh sa më të hershme të jetë e mundur. Po. Më së paku në fillimin e gjimnazit. Çfarë duhet të jetë? Si duhet të jetë ky këshillues karriere? Duhet të jetë njëri i familjes apo jo? Duhet të jetë një profesionist apo jo? Këshilluesi karrierës duhet të jetë një profesionist, sepse është një profesion shumë sensitiv dhe ashtu siç mund të ndihmojë dhe të ndriçojë rrugën e jetës së individi, ashtu dhe mund të pengoj për shumë arritje të mundshme në të ardhmen. Kështu që idealisht duhet të jesh një këshillues karriere. Nëse nuk ekziston mundësia për një këshillues karriere, një mësues që e njeh mirë, gjimnazistin po themi, apo dikush afër. Ose kush e ka bërë deri përpara 5 viteve? Kjo është pyetje shumë e vështirë për të përgjigjur. Nuk e ka bërë thuajse askush, e kanë bërë mësues që mund të kishin profile që nga fizkultura e deri te muzika. Edhe tani ka nga një këshillues karriere për çdo gjimnaz, por sërish bëhet nga njerëz që nuk janë të profilit këshillimit karrierës, mund të jenë të psikologjisë ose një profilit të ngjashëm, por jo këshillim karriere, çka prap na ngre shumë pikë pyetje për cilësinë e shërbimeve që jepet. Për cilësinë e shërbimit. Mirë, Elena, ty për çfarë të kanë këshilluar? Ose cila ishte këshilla që të dhanë? Më shumë të këshilla familjare. Familjare. Pra, familja mbetet këshilluesi më i madh. Po, kurse në ambientet e shkollës, duke filluar që nga gjimnazi dhe universiteti, nuk e kemi pasur. Do me thënë ka qenë fizikisht, pa tjetër, zyrat e këshillimit karrierës, por personalisht, nga eksperienca personale, nuk kam parë funksionimin e tyre. Edhe, si që thamë edhe pak më parë, përveç faktit që nuk është prezente as në gjimnaz, as në fakultetet tona, do të më shoh shumë fakti që duhet të nisi kjo gjë që në 9 vjeçare, që në mosha të hershme për fëmijët. Po pse? Pse duhet nisi? Ku e ke ndier ti si shqetësim që kjo gjë do të stimulojë shumë dhe do të japi nxënësve frymën e gjimnazeve profesionale. Ato nuk janë të informuar, prindrit normalisht duan që fëmia e tyre të bëhet një mjek, të bëhet një financier i mirë, të bëhet një stomatolog, por fëmia ka pirje të tjera. Sa të informuar janë vetë fëmijët se çfarë duan dhe sa të informuar janë prindrit e tyre se çfarë janë të aftë të bëjnë ata fëmijë. Edhe përfundojmë pastaj që të kemi ata cilët i shërbejnë hoteleri turizmit, po me diploma juridiku edhe ekonomike. Përfundojmë bëjnë atë që duan dhe janë të aftë për ta bërë atë, por kanë mbaruar një shkollë që nuk kanë dashur ta bëjnë atë shkollë, kështu që
Gjimnazet profesionale, sa po fillon numri i tyre... Tek profesionalja. Darvi, ti për çfarë studion? Unë jam student i inxhinierisë mekatronike në Universitetin Politeknik Tiranës. Edhe ti me diplom? Jo, akoma jo. Sa erdhi një pra me shkollë profesionale, ta kishim patur. Kush ta sugjeroi të këtë deg? Sugjerimi si çdo edhe mund të kesh boshatari. Preferenca aty dhe të doli mekatronika. Jo, është për kundrazi, kisha shumë opcionet të cilat më dolën kur mbarova maturën, por ishte fiks degat të cilën unë doja dhe e zgjova. Kë kishe zgjedhur tjetër? Më thuaj një çik tek renditja jam kurioz. Ishte inxhinieria informatike, inxhinieria elektrike, elektronike dhe mekatronika, gjithashtu dhe mekanikja. Këto të pesta. E dje që do ishe ke inxhinieria. Te inxhinieria e kisha të ndarë. Se jo për shembull tek IT-ja, teknolog. Po, për shembull, inxhinier. Po jo, kemi inxhinierin... Se ka një lloj ngjashmërie. Tani, mekanika s'ka shumë ngjashmëri me elektriken si inxhinieri. Po, aty janë, aty rrifen me njëra tjetrën, fizik, matematik. Në fakt, unë kam pasur më shumë shtyrje nga prindrit e mi, si shumë moshatarët mi që ndikomi nga këshillat që na japin prindrit, por unë kam pasur... Pse këtë deg? Jo, unë kam patur fatin për cilin prindrit e mi më kanë thonë gjithmonë vetëm shiko veten dhe ku mendon se ti ke prirjen, ne na kem mbështetje. Shiko veten te mekatronika. Jo. Shikoje veten, po ti të shkosh aty. Jo, një fakt pak interesant është prindrit e mi e kanë marrë vesh degën për cilën u futa 3 ditë para se të niste shkolla. Pra më kishin lënë autonomi totale. Jo, nuk ishte sekret, më kishin thënë thjesht gjykoje vetë dhe për çdo gjë ne do të mbështesim, por mos na kërko mendim se s'duam të jemi ajo nga tresa, domethënë brenda kokës. Brenda kokës tënde. Dhe e kam zgjedhur ka qenë është një fushë pjesa teknike, teknologjike që unë kam patur që i vogël me pasion. Dhe akoma megjithse jo si inxhinier, por jam shumë i dhënë pas gjërave teknologjike. Janë të gjithë studentët e tjerë si puna jote kaq të pasionuar pas degës siç je ti? Pas degës time, më ka rënë të njoh shumë veta që pasi janë futur e kanë kuptuar se çfarë degë është, se ishte fikse ajo dega siç e përmendë që kjo më ra dhe po futem. Ne e kuptoj pra. Gjithashtu tek shorti është fatkeqësia, nga përvoja ime në institucione publike të arsimit lart në vend kam parë që të paktën 3 nga 5 maturantë zgjedhin sepse ajo u bie. Zgjedhin sepse janë të pavendosur, në momentin e fundit mund të kenë fituar 3-4 degë edhe shkojnë aty edhe në presionin e kohës, sepse ju digje dega edhe të nesërme pastaj duhet të fillojë pra procesi. Kështu që kjo është nga pikat e dobta, halkat e dobta të sistemit dhe i vën në presion të jashtëzakonshëm maturantët. Kur nuk e kanë mundësinë pastaj të këshillimit, gjithçka bëhet më vështirë. Po mirë, kam një pyetje, po nëse unë dua një deg po se kap dot me pikë. Çfarë më këshillon këshilluesi karrierës? Shiko, gjithmonë ka profile të përafërta me atë deg. Për shembull, nëse nuk mundeni të fitoni dot, po themi, Universitetin Politeknik, Teknologji Informacioni, mund të shkoni një profil të ngjashëm te Fakulteti Ekonomik, që është Business Informatics, që është informatikë dhe biznes. Që do prap shumë pikë. Që e vërtetë edhe kjo, e vërtetë. Kështu që janë deg, po gjithashtu. Po, por ideja është gjithmonë ka opsione. Edhe në këshillim gjithmonë e bëjmë këtë gjë, jo gjithmonë është e mundur një sistem si joni që të shkosh te dega që do, kështu duhet të kesh opsion B dhe C patjetër. Tani do pyes dhe pak, Gevion, si është në interes nga studentët ky këshillimi i karrierës? Po, shiko, shumë i rëndësishëm si komponent, dhe fatkeqësisht ne nuk është se kemi shumë zhvilluar edhe në gjimnazet tona, pavarësisht se... Pra duhet që t'jetë në gjimnaza? Po duhet t'jetë sepse duhet t'ketë një farë... Shiko, për shembull, unë mbaj mend në orën e këshillimit karrierës, kur isha unë në gjimnaz, disa herë dilnim në i xhiro, disa herë bënim muhabet në klasë, disa herë vizatonim dhe qëllonte ndonjëherë tjetër që bënim këshillim karriere. Kështu që në këtë kontekst këshillimi karrierës nuk është se funksionon mirë fill ashtu siç duhet funksionon në gjimnaz. Ose është parë me shumë seriozitet. Ndoshta jo, po kam përshtypjen se është ajo që tham parafolsi që duhet ketë një ekspert real për këshillim karriere dhe jo ta japi lëndë një psikolog apo zyrshaj fizikës për shembull, që është një kontradikt. Po nga ana tjetër dua të them edhe për pjesën që unë gjithmonë studentëve ose maturantëve më saktë kur pyesin, domethënë kanë shumë pyetje për pjesën e karrierës, u them që të shkojnë te një degë që pëlqejnë dhe të ndjekin vetëm pasionin e tyre dhe asgjë më shumë, sepse e vërtet është që për shembull kohët e fundit informatika, programimi kanë marrë shumë hovë sepse
ku kanë dëgjuar që është 2.000 euro rroga me herën e parë që fillon punë, që është gënjeshtër, po s'ka gjë, diku e kanë dëgjuar. Është gënjeshtër, diku e kanë dëgjuar edhe janë dy ndër gjithë informatika. Po në informatikë ka diçka, nëse se ke pasion, nëse nuk di të programosh, nëse nuk i përkushtohesh, merr diplomën që ke marrë nga universiteti, vare në mur, mund të bësh dhe një foto me të, po aty mbetet. Do të thënë nuk fillon dot punë, se nuk të punëson privati duke mos ditë asgjë. Pra duhet kesh një talent, një dëshirë, një pasion për degën që të arrish të shkëlqesh. Po a është gjithmonë në fakt ajo çfarë do ti të bësh këshilla më e mirë për karrierën? Se pastaj këtu mbetet për të diskutuar. Përveç interesave që mund të ketë një ri apo e re, duhet parë dhe tregu i punës, duhet parë dhe mundësitë për të zhvilluar më tej. Sepse sidomos në këto kohë tani ku po ndryshon gjithçka përmes AI, teknologjisë etj, ka shumë profesione që nuk do ekzistojnë më pas sa vitesh, edhe të tjerë do lindin. Çfarë? Po di, çfarë mendohet nga ekspertët e karrierës? Për shembull tani është duke folur për neuromarketing. Pra ata studiojnë trurin që pastaj e lidhin me çështjen e blerjeve online e të tjera. Kështu që këto janë gjëra që s'kan ekzistuar para disa viteve, ashtu siç nuk ekzistonte dikur social media marketing. Por ja që tani është dhe është goxha në kërkesë. Kështu që gjëra ndryshojnë. Përveç vlerave, interesave, patjetër duhet parë dhe tregu i punës. Çfarë nuk është e destabilizuar asnjëherë në karrierë, në listën e karrierave? Një profesion. Shiko, asgjë nuk e ndryshon dot dhe nuk e zvendëson dot komponentin human. E kuptoj. As AI, as teknologjia, as diçka tjetër. Edhe futur shumë tema e diplomës ishte rreth kësaj teme, edhe sipas kërkimeve të bëra, edhe mjekësia ishte duke përdorur inteligjencë artificiale në mënyrë të paimagjinuar. Por mjeku nuk do ta zëvendësoj ende. Se kjo pastaj mbetet për të sipas ecurisë. Po sipas ecurisë. Po a duan të gjithë të rinj që të shkojnë tek AI ose ta kenë, sepse edhe kjo është ndoshta për të diskutuar. Nuk është të thënë që duhet patjetër të përfundosh për AI. Nesër pas nesër mund të kesh kurse, kjo është edhe shkolla profesionale. Ti bën një kurs, merr një trajnim dhe rrit veten tënde. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Gjithmonë më shumë sot, sidomos në Europën Perëndimore dhe në SBA, po flitet për kursa faqshkurtra. I quajnë mikrokredenciale. Sot të rinj nuk duan të shpenzojnë më 3 vite, 4 vite apo 6 vite me gjithë master për të diplomuar. Po. Kërkojnë të bëjnë një kurs faqshkurtër, dalin më njëherë në tregun e punës. Pra, mjafton që ti të kesh aftësitë e duhura dhe je me njëri integruar. Kështu që gjërat po ndryshojnë, prandaj them që duhet menduar mirë. Dhe në këtë kohë, domethënë në këtë terren kaq të rrëshqitshëm, faktikisht mungon këshillimin e gjimnazit është katastrofik. Edhe unë thjesht do ta jap si shifër. Një këshillues mund të punojë maksimalisht me 250 vet. Dhe një gjimnaze e propozon që të bëhet nga institucionet shtetërore apo tjetë? Po patjetër. Nga institucionet shtetërore. Për gjimnaze duhet të ketë këshillues karriere të certifikuar. Ne po vuajmë për psikolog. E di, po prandaj po them. Jo se s'kemi psikolog që dalin, po e kam fjalën në për gjimnazë. Prandaj po e them edhe shifrën sepse është realisht shqetësuese. Nëse një këshillues karriere duhet punojë me 250 të rinj, Shqipëria ka 500 gjimnaze gati dhe ka vetëm maturant 30.000. Pra një këshillues duhet punojë me 6.000 maturant respektivisht. Po llogarisësh gjithë gjimnazin janë gati 100.000. I bie që një këshillues karriere duhet punojë me 20.000 të rinj. Xhafer, po gafa më e madhe e karrierës që ti e sheh që të bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Ka shumë gjëra, nuk e ke ide. Mirë, ndonjë element se s'po them që mua ndonjëherë më mërzit shumë ose një deg që edhe tentoj të ndërhyj është kur kam shoqen e klasës në këtë deg dhe të shkoj aty. E kuptoj. Për lidhjet shoqërore. Lidhje shoqërore, një këshill familjare, sepse u përmend tu, familja ende luan një rol të rëndësishëm në Po edhe shoqëria luan edhe shoqëria. Edhe shkojnë në blog, ka raste që shkojnë në blog në një deg të caktuar dhe dalin nga aty të frustruar se gjejnë veten. Edhe kur e mbarojnë dhe përgjithsisht studentët shqiptar janë të destinuar ta mbarojnë fakultetin, prap janë të frustruar sepse është gjë që nuk duan të bëjnë. Nuk duan që ta bëjnë. Dhe ne kemi dhe një koncept tjetër që ta flas me studentët, një koncept që besoj nuk e gjen shumë në Shqipëri, po tek tuajt e gjen, që të bëjnë një vit pushim. Për shembull, ju e konsideruat ndonjëherë që të bënit një vit pushim për të kuptuar se çfarë donit? Unë e kam bërë. E bërët e një vit pushim. Kemi një model këtu në Shumë mirë. Po. Pas parimit të gjimnazit. Po, ishte e vështirë për shumë ta merrje Jo, si vendim? në fakt, unë vazhdova në fillim vitin e parë të universitetit. Për çfarë vazhdove? Po për mekatronikën, pra për këtë deg që janë thjesht bëra më pas. që s'do Jo, bëra një vit pauzë për disa arsye të mëtejshme. U mora
Mundohet të punoj pak fort, po me një start-up, timin. Kam hapur një biznes të vogël, cilin e punoj vetë, dhe tani mundohem të menaxhoj shkollën dhe biznesin që kam. Shumë mirë, pra, umore, kuptove që ajo ishte dega ndërkohë? Po. Që duhet vazhdoj dhe duhet studio? Se kam pas asnjëherë dyshimin, është një degë që nuk e konsideroj asnjëherë të ndroj, pasi e kam që nga fëmiria, kam qenë i apasionuar dhe... E kuptoj. Po mirë nëse do kishe zgjedhë diçka të dytë, përveç se asaj dege? Ose do doje t'ja shtoje vetes? Nuk është e thënë, mund t'jetë nëpërmjet një kursi, dhe në një zhvillim tëndi personal. Në planet e mia që kam me veten time, po e konsideroj, domethënë pjesën e kurseve, kualifikime, pse jo ndoshta dhe të një universiteti të dytë, për më shumë çfarë është pjesa teknike dhe inovative, pra përfshirë mekaniken, elektriken, elektroniken... Prap tek inxhinieria? Tek e një dha fush thjesht për të zgjeruar pak spektin. Diplomën, mund të shtosh diçka në këtë pikë. Është ide shumë e mirë për të trajnuar veten, për të aftësuar veten me skillset e reja, por nga ana tjetër, çfarë do sugjeroja unë të rinjve, me që përmendu si çështje, është kur i keni kaq të forta bazamentet në fund caktuar, mundohuni pak të investoni në soft skills, aftësi të buta. Sepse janë komponenti që e bashkon të tërën, që plotëson të tërën. Kështu që një profil shumë i mirë, si puna jote në mekatronik apo në inxhinieri, i përforcuar me soft skills të mira është sukses i garantuar në tregun e punës. Edhe mburime njerëzore. Se si dihet asnjëherë. Gevio, ka shumë student që bëjnë një vit pauzë ose ndryshojnë deg. Ka shumë që ndryshojnë. Që ndryshojnë degën? Kryesisht çfarë? Mbeten po gjithashtu brenda shkencorës ose brenda shoqërorës thjesht zgjedhin deg të ndryshme? është një fenomen i gjithë përhapur, ose që ndodh. Dakor. Ne për aq sa e ndjejmë. Ndodh, domethënë, është e vërtetë që ndodh, sepse është ajo që thatë ju, studenti maturanti është vetëm 18 vjeç dhe ne një të riu 18 vjeçar i vendosim një barr aq të rëndë, saqë është vazhdimi i një dege për 5 vitet e ardhshme minimalisht, dhe pastaj 40 vite tjera puna atë deg. Pra, për një 18 vjeçar është një barë shumë e rëndë që t'ja vësh mbi supe që të marrë atë vendim në atë moment. E kuptoj. Prandaj dhe njerëzit e të rinjt kanë dyzime se për çfarë vazhdojnë, sepse është një zgjedhje goxha e vështirë që ka një ndikim teje të lartë në të ardhmen edhe në suksesin tënd edhe si person. Edhe prandaj është e rëndësishme që të ketë zyra këshillimi karrierë ose një ekspert që të jetë. Ja, e nisim kështu bisedën. Në një moment të dytë ritakojemi përsëri për të kuptuar ka ndonjë ndryshim edhe në një lëvizje apo jo. Faleminderit shumë që ishit. Ishte shumë kënaqësi.